Kemi ardhur përsëri këtu në Daq për këtë 3 katshën. Ndiqni videon e plot që t'ju tregoj edhe katin e tretë ku ndodhet. Atëherë ulje çmimi nga 95.000 euro do shitet 86.000 euro. Ka 2 dylim tokë, 3 kat shtëpi, 3 kat skelet. Buz rrugët për biznes. Kemi 100 metra distancë nga autostrada deri ke shtëpia. Qofse zërët autostrada, keni hapësirë sa të dush për të fut ke prona juaj. Për ta bërë për biznes, për servis. Për servis është shumë mirë. Pra ka 2100 metra tokë. Ndiqni videon, ndiqni. Pra jemi në Daq të Lezhës, mes Shkodrës dhe Lezhës. Ja shikoni. I shikoni 2 kate. Tash t'ju tregoj edhe katin tjetër, sepse nga kati I parë deri në katin e dytë ka mosh pjesën këtej me rrugën, pronari. E ka ngritur. Kemi gjerësi rreth 22 metra. Shikoni çfarë kollonash keni. Po e mundësi e mirë për servis, e keni gati. E keni gati për servis, ja. Katin e dytë përdorë për banim, ku dëni më mirë vend punë. Tashi, deri tjetër tek janë që deri në fund Kallamoqit është toka pronarit. Pra ka deri në fund. Nga Kallamoqi deri te kanali këtu ka, ja. Gjerësia. Tani kjo pjesa këtu është gati gjysmëkati poshtë. Ndiqe video pak. Objekti bukur për lum kush e ka ble? 1 kat, 2 kat, ja u keni katin e parë. Është I ulët. Është I vogël kati I parë, më thënë drejtën. Qose dilni këtej për tip garazhit mund përdoret. Për magazin ta keni. Ja shikoni. 2100 metra tokë, kemi ndërtim 450 metra përse është ndërtim. Pra jenë të regjistrum të 3 katët. Shikoj çfarë betoni ka bërë për pallat. Për 7 katë. Ndalim te kati tretë. Nga këtu, ka 4 metra si cilësh mbrapa shtëpisë. Ja këtu kati një banim. Afrimi është Durrës, s'ka ardhur jo. Dhe këtë afrimi e top fare. Është I banor këtu, si na njeh. S'po ka lehtë këtu. Për dal kati I tretë, duhen pastru ferrat. Ja u kje shkallët. 2 katë janë shfrytëzuar shumë mirë. Ju përshëndesim. Ja kemi buz rrugët direkt, ja. Zonë e mirë shumë për biznes.